Ku është dallimi i PET-CT-s me vlerat e diagnostikimit krahas këtyre tjerave? Po Saranda, PET-CT-ja është një prej pajisjeve ta quajmë si gold standard viteve të fundit, domethënë për sëmundje malinje. Mirë po, dallimi është shumë i madh. Derisa na me CT dhe me rezonancë magnetike, domethënë në përditshmëri, bëjmë analizën anatomike morfologjike, domethënë të organit, ku e shohim organin normal dhe patologjinë. Çfarë do smundje domethënë që na diagnostikojmë? PET-CT na mundëson që të analizojmë funksionin metabolik, domethënë të indeve, të qelizave mbrana organeve tona. Kështu që këto dy imazheri ose këto dy teknika janë të fuzionuar mbrana një aparati të përbashkët që quhet PET-CT, kështu që na bëjmë një CT, bëjmë një PET, pra shohim anatominë dhe morfologjinë e një tumori, mandej e analizojmë sa çaj tumor ka me morë, domethënë këtë materialin e vdigjin, e zbulojmë metabolizmin e patologjisë dhe në fund del një PET-CT. Faktikisht është një CT e zakonshme, po kur fuzionohet me PET-in atëherë bëhet jo e zakonshme, PET-CT. Del domethënë një CT me funksion brana vetit, domethënë me patologjinë e funksion të qelizës, që është shumë e rëndësishme për diagnostikimin e këtyre proceseve patologjike që na do t'i diskutojmë pra për karcinoma.